këtë shtunë në Ora News, në programin më të dashur për gjithë publikun shqiptar. Kur them për gjithë publikun shqiptar, kam parasysh të parët fëmijët që janë tashmë përpara ekranit, prindrit e tyre aq të mirë që i përshëndes nga kjo studio me shumë dashuri sa herë që më jepet mundësia. Gjithashtu, edhe gjyshet, gjyshërit, hallat, tezet, dajat, xhexhallarët dhe ata më të dashurit, mësuesit e tyre. Kështu që unë me të drejtë them që ky është programi më i dashur i publikut shqiptar. Për sa kohë në qendër të tij janë ata, më të mirët, fëmijët tanë të mrekullueshëm. Shqipërinë do ta bëjmë më të mirë së bashku, por duke dëgjuar zërin e tyre, mendimet e tyre, dëshirat e tyre dhe mbi të gjitha duke respektuar të drejtat e tyre. Ky është qëllimi që në nisje në fakt miq i këtij programi, ndërsa këtë vit i është bashkuar dhe një prioritet tjetër shumë i rëndësishëm. Ne themi të gjithë së bashku një zëri tangram për një fëmijëri pa dhunë. Faleminderit. Si zakonisht fëmijët trajtojnë tematika të ndryshme të realitetit shqiptar, i vën ato në dukje, madje sillin edhe zgjidhje her pas here për to. Por unë premtoj që do të diskutojmë edhe gjëra që ndonjëherë nuk i kemi prekur në program, qofshin këto edhe çështje madhore që në moment të parë, në vështrim të parë, duken jo shumë të përshtatshme për diskutime me fëmijët, por ju siguroj që mendja e tyre është aq e hapur, aq brillante, aq inteligjente sa ne do të ulemi këmbë kryq, të mendojmë dhe të reflektojmë për ato që fëmijët na sjellin. Dhe zakonisht i sjellin këtu në Tangram, për t'i bërë publike për mbar shqiptarët. Zonja e zotrinj, do të kemë sonte 3 mikesha shumë të mira, që do të gjykojnë në aspektin më të mirë të fjalës gjykim, do të mbështesin dhe inkurajojnë projektet e fëmijëve të ftuar, protagonistë të mbrëmjes sotme që po presin baskuintës. Miqtë e mi, ftoj për herë të parë sonte në Tangram një zonjë të nderuar, kryetaren e Bashkisë së Urës Vajgurore, zonjën Juliana Mema. Një ndjekse e rregullt e Tangramit dhe një shembullore në punën e saj. Faleminderit. Mirë se erdhe. Përshëndetje të gjithëve. Është kënaqësi shumë e madhe prezenca juaj. Është e rëndësishme që në këtë program të mos vinë vetëm njerëz nga Tirana. Kështu që unë jam shumë e lumtur kur në program vinë përtej Tiranës. Faleminderit. Mirë se erdhe dashur. Akomodohu, do kalojmë sonte një mbrëmje shumë të bukur bashkë. Zonja e zotrinj, një mikesh e dashur për ne, por edhe për ju tashmë, për programin Tangram, për mbar fëmijët e Shqipërisë, është Ina Verzivolli, drejtore e Agjencisë Shtetërore për mbrojtjen e drejtave të fëmijëve. Ja ku vjen Ina, mirë se erdhe dashur. Mirë se erdhe, kënaqësi. Prezenca jote sa herë vjen në Tangram. Faleminderit Mira, faleminderit për këtë emision dhe për ftesën. Më vjen mirë që këtë herë përpos sjelljes së zërit të fëmijëve keni zgjedhur temën e ndalimit dhe mbrojtjes së fëmijëve nga dhuna. Është një temë shumë e rëndësishme për ne dhe më vjen mirë të them edhe publikisht që siç kemi bërë që nga fillimi, Agjencia Shtetërore për Mbrojtjen e Fëmijëve, por edhe Ministria e Mirëqenies Sociale do të vazhdojë ta mbështesë emisionin dhe të punojmë bashkarisht që çështjet e drejtave të fëmijëve të diskutohen sa më mirë dhe sa më hapur, sa më gjerë, dhe sidomos me fëmijët vetë. Kështu që faleminderit sërish. Faleminderit juve, është një bashkëpunim i frytshëm, absolutisht, dhe një bashkëpunim ku unë kam thënë që në fillim të këtij programi, kur kishim të ftuar zotin ministër të Mirëqenies Sociale, zotin Klosi, që ne do të bashkojmë pushtetet, ju si ministri dhe ne si media, për të bërë që fëmijët tanë të rriten me fëmijërinë e tyre të lumtur, të jenë sot fëmijë të lumtur të vendit të tyre dhe nesër qytetarë të denj, absolutisht, për t'i bërë sa më mirë vendit të tyre dhe komunitetit të tyre. Miqtë e mi, një e ftuar tjetër shumë e dashur që dhe ajo vjen për disatën herë në Tangram, është një studente e mjekësisë, por e dhën shumë mbas fëmijëve, sidomos mbas fëmijëve me aftësi të kufizuara. Ftoj Desli Shahini. Do bëhet me siguri një mjekë shumë e mirë dhe një mami shumë e mirë. Përshëndetje. Mirë se erdhe dashur. Mirë se erdhe. Faleminderit për ftesën dhe falënderime të veçanta për gjithë stafin e emisionit Tangram, për ty veçanërisht që jeni promotor të një Shqipërie më të mirë edhe të një fëmijërie të mrekullueshme. Faleminderit shumë për entuziazmin. Akomodohuni, një entuziazëm që ja vlen, domethënë që në nisje të programit, sepse jam shumë e sigurt që kur fillon kështu, do të vijoj po kështu. Mirë se erdhët. Mirë se u gjetëm.
Ftoj zonja e zotrinj pa unë burko edhe fëmijët protagonistë të mbrëmjes së sotme i presi me duar trokitje. Ejani dhe vinë më të bukur se asnjëherë Estela, Pakioni, Jerina dhe Lura. Oh, sa bukur kur mbushet studio plot me fëmijë, por më bukur akoma në fakt, me lejoni të them një gjë kështu personale, është kur atje tek të ftuarit e rritur kam të ftuara gra. Jeni dhe ju më mirë? Po, bukur. Atëherë miq, para se të nisim zyrtarisht konkurimin për sot, me projekte shumë të bukura të fëmijëve që do t'i ndiqni hap mbas hapi sonte, ftoj të një material të shkurtër me përmbledhje të materialeve të herës kaluar dhe votimin provizor dhe kthehemi për të filluar. Them votimin provizor, sepse pasi fëmijët të votohen gjatë javës në cilat ata konkurrojnë, do të rivotohen edhe një herë përpara se ne të nxjerrim fituesin në natën tonë gala që do të jetë për vit të ri. Filluam të zbulojmë pak nga pak se çfarë surpriza të bukura na presin deri në fund të këtij sezoni, deri në fund të këtij viti. Ndjek materialin dhe kthehemi shpejt. Ahmet Gjini, 10 vjeç, shkolla Kasem Shima, Tiranë. Shqipëria më e mirë kur hapat tanë për të shkuar në shkollë të jenë të sigurt. Glenda Mihaj, 13 vjeç, shkolla Jeronim Derada, Tiranë. Shqipëria do të bëhet më mirë nëse ne do të zhvillojmë talentin tonë. Nikol Sula, 8 vjeç, shkolla e kuqe, Tiranë. Kam parë mbrëm ëndrën më të bukur në botë. Isha në një pyll plot me lule dhe pemë. Takoj papit mas njëri i cili më përshëndeti dhe më pusi dorën si një zotëri i vërtet. Më ftoi që së bashku të shinim diçka. Ishën shokët e tij të mbyllur në kafaz. Ah, sa keq. Por ne do të shpëtonim ata. Unë ëndër bëra një vepër të mirë. Bashkohuni me mua ta bëjmë ëndrën time realitet. Vivien Shkodra, 12 vjeç, shkolla Turgut Tozal, Tiranë. E dashur Vivien, po të shkruaj një mike e harruar, një kujtimi së shkuarës, një zanafil e hershme jotja, dikush i cili ka qenë pjesë në lojrat e tua të fëmijërisë. S'më mban mend, e postëve faj. Tani ç'po bën? Besoj se duhet të jesh në ndonjë zyrë, duke punuar një projekt të ndonjë pallati, pasi besoj se e mban mend sa të pëlqente arkitektura. Ëndrën për të bërë arkitekte e ke pasur që në vogëli. Sigurisht, kur e morë vesh se çdo të thoshte ky profesion. Jemi kthyer për të filluar me një vajzë shumë të bukur që na ka ardhur sot nga Divjaka. Në fakt, ne nuk kemi pasur asnjëherë një konkurrent nga ato zona aq të bukura, që unë personalisht, por jam e sigurt që edhe kush i ka shkelur, ka mbetur i mrekulluar.
Ne kemi qënë në fakt aty tek laguna e Karavastas, ku me një nga konkurentet e Tangramit sezoneve të kaluara, me Desën, kemi bërë një projekt për pelikanin Kaçurel. Ndërkohë, sot jam shumë e lumtur që ne vim në Divjak, por edhe këtu vjen sot një konkurente nga Divjaka. Mirë se erdhe zemër. Mirë se ju gjeta. Kur është Shqipëria më e mirë për ty? Shqipëria më e mirë është kur të vlerësojmë bukuritë që na fal natyra. Kam përshtypjen me sa po shoh. Natyra shumë e bukur e asaj zone nga na vjen Ersela, ka bërë që dhe Ersela tjetë kaq e bukur. Është e vërtet? Ne në Shqipëri kemi vende shumë bukura në fakt, se ndoshta prandaj dhe ne jemi kaq të bukur, apo jo Ersela, e kam fjalën për fëmijët. Po, je dakord me mua? Po. Tangramin e ke ndjekur? E ke ndjekur shpesh? Ndonjëherë. E gjeje veten aty tek projektet e fëmijëve, tek mënyra se ta flisnin. Dhe mendove të bësh edhe ti pjesë e Tangramit. Je e lumtur për këtë? Po. A ditën e xhirimeve më trego pak, u argëtove, u ndjeve mirë? Jemi argëtuar shumë. Mirë, në fakt, ne nuk po zbulojmë më shumë si fillim, më mirë shohim materialin dhe kuptojmë se çfarë do të na thotë kjo bukuroshe që vjen nga Divjaka, nga një vend po aq i bukur sa është edhe ajo vetë. Ndjekim materialin. Ersela Shkoza, 11 vjeç, shkolla Koli Sako, Divjak. Shqipëria më e mirë kur të vlerësojmë bukuritë që na fal natyra. Ogni tuo pensiero, ogni singolo movimento, ogni tuo silenzio, ogni giorno di più io trovo in tutto quel che fai, io vedo in tutto quel che sei, la ragazza che da sempre è stata nei sogni miei, e tutto quanto il mondo intorno è più blu, non c'è neanche una salita. Miq të dashur, mirë se erdhët në lagunën e Karavastas, që është një nga vendet më të bukura në Shqipëri. Apro le mie braccia al cielo e penso, sei la più bella del mondo, la più bella per me, ed era tutta la vita che non aspettavo che te, sei la più bella del mondo, religione per me, mi piaci da impazzire, Nga një natyrë kaq e bukur lindin njerëz të bukur. mi piaci come sei. Trying to get control, pressure's taking its toll, stuck in the middle zone. I just want you alone. My guessing game is strong, way too real to be wrong. Caught up in your show, yeah, at least now I know it wasn't love, it wasn't love, it was a perfect illusion. Mistaken for love, it wasn't love, it was a perfect illusion. Bravo, një moment i bukur, një moment interesant, edhe për të filluar kështu këndshëm këtë të shtunën e sotme. Desli, Ersela tha, nga një vend i bukur lindin njerëz të bukur. Duke se e ka filluar me veten e saj, se është një vajzë shumë e bukur, që transmeton një energji shumë pozitive, që do të thotë që e ka shpirtin shumë të bukur, dhe që shikon bukuria aty ku vërtet janë. Dhe ndonjëherë njerëzit shikojnë bukuria aty ku duan, jo aty ku është Ku vërtet. realisht është, po, bukur. Kështu që Ersela ka pasur bukurinë e shpirtit, të trupit, fytyrës saj të buzëqeshur dhe ka parë bukuri nga do ku ka shkuar. Je vërtet një vajzë shumë e bukur dhe shumë e veçantë. Bukuritë e natyrës shqiptare me siguri lidhen edhe me bukuritë e shpirtit. Ose të pak kush na pëlqen ne të themi, zonja kryetare. Unë jam Juliana Memaj, se mbase shumë nuk më njohin këtu. Jam përfaqësuese e pushtetit vendor të njësie administrative të vogël, po edhe pse e vogël edhe ajo ka bukuritë e saj, si gjithë Shqipëria, që bukuritë natyrore të saj janë pafund, e dëgjojmë shpesh nga miq, nga shok, edhe nga miq që ndodhen jashtë trojeve tona.
Dhe dua t'i them kësaj vajze bukuroshe që është e vërtet, që ato bukuri që ne i kemi duhet i promovojmë. Edhe vetë ideja që ajo ka sjellë sot këtu është një ide për promovimin e bukurive të vendit tonë. Unë i uroj suksese dhe jam e bindur që me energjinë dhe bukurinë e shpirtit që ajo ka, do të bëjmë më të mirën për të sjellë miqve të saj, të gjithëve ne së bashku që ndodhemi këtu, një ide e cila do të shkojë me sukses deri në fund. Ina, si të duket kjo bukuria e... Ti për shembull vjen nga qyteti Durrësit, normal, nga një vend i bukur me një det mrekullueshëm. Unë së pari dua ta përgëzoj Erselën për projektin e saj dhe jam shumë dakord që Shqipëria do bëhet një vend më i mirë kur ne të vlerësojmë, dhe jo vetëm Ersela nga Divjaka të vlerësoj Divjakën, po të gjithë njerëzit që shkojnë aty për të bërë pushime, për të parë natyrën, ta vlerësojnë atë bukuri. Unë kisha një pyetje, çfarë do të thotë ta vlerësojmë? Se shpesh shikojmë që njerëzit shkojnë në një vend të bukur, për një piknik, lënë atë qesten me mbeturinë aty dhe ikin. A është ky vlerësim për mendimin tënd? Si e mendon? Vlerësimi është ta mbajmë natyrën, ambientin më të pastër. Edhe me pastërti e shërbejmë, edhe me pastërti e vlerësojmë. Po pra, du me thënë, ky vlerësim unë jam dakord, dhe jam dakord me fjalën vlerësim që do të thotë përkujdesje, pra nuk duhet thjesht ta shikojmë dhe nuk duhet të mbetemi te bukuria, po duhet të përkujdesemi, sepse në fund të ditës na përket të gjithëve, si Divjaka jote, ashtu dhe çdo vend i bukur, ura vajgurore, apo dhe shumë vende të tjera, Durrësi, shumë vende të tjera të bukura të Shqipërisë, në fakt janë të gjithëve ne, dhe jo vetëm të neve që jemi sot, po të gjithë brezave që do vinë. Kështu që mendoj që duhet t'u lëmë edhe atyre ta shijojnë këtë bukuri dhe mos të jemi egoistë, ta mbajmë vetëm për vete. Lura, je dakord ti që nga një vend i bukur lindin njerëz të bukur? Po, jam shumë dakord. Je shumë dakord. Sepse në atë vend të bukur janë prindrit e bukur, pastaj lindin dhe fëmijët e bukur, ë? Po, është më. Cilën nga bukuritë vlerëson më shumë ti tek njeriu? Bukurinë fizike apo bukurinë e shpirtit? Bukurinë e shpirtit. Po pse? Pse bukurinë e shpirtit sa bukur e tha? Po, bukuria e shpirtit pastaj të jepet e bukurinë fizike, se... E jashtëzakonshme kaq mjafton. Bukuria e shpirtit jep dhe bukurinë fizike, ë? Po. Lura, ti je me vogla e panelit sot? Po, Po, dhe përgjigje shumë të mëndshme. Faleminderit. Për shembull, Jerina vjen nga Vlora. Ë? Edhe në Vlorë ka natyrë të bukur, po ka dhe njerëz të bukur, si thua ti? Po, e njëjta gjë, po është shumë e vërtetë që për një natyrë të bukur do të dalin dhe njerëz shumë të bukur. Të duket Shqipëria një vend me bukurira të ralla natyrore? Shqipëria ka shumë bukuri natyrore, por janë njerëzit ata të cilët e bëjnë atë që t'i dallojnë ose jo këto bukuri. E vërtet. Edhe kjo ishte një vërejtje e bërë në mënyrë shumë diplomatike. Urime zemër, jam shumë e lumtur që sot pikërisht kemi edhe një konkurrente nga Vlora, nuk kemi pasur ndonjëherë, por publiku do pres me kërshëri kur të virat jote për të parë se me çfarë kemi lidhur ne projektin, më saktë me çfarë ke lidhur ti projektin tënd, të gjithë mendojnë se me detin. Do ta shohim. Do ta shohim. Ation, e ti që ke një djalë i bukur, nga je me origjinë? Unë me origjinë jam nga Bureli. Nga Bureli. Të dy prindit i ke nga Bureli? Po. Po edhe Bureli është vend i bukur, unë s'kam qenë ndonjëherë. Do shkojmë ndonjëherë bashkë të ma tregosh? Shkoj. Sepse përderisa po shoh një djalë kaq të bukur, me siguritet duhet kemi bukurirat natyrës. Shqipëria ka bukuri natyrore dhe gjithë shqiptarët janë të bukur. Absolutisht, jemi gjithë bukur. Okej, shumë mirë. E dashur, më shto diçka tjetër për projektin tënd. Sa vlerëson edhe ti atë bukurinë fizike dhe bukurinë e shpirtit? Si i lidh të dyja bashkë? Është shumë e rëndësishme kjo për një njeri. Siç na tha dhe Lura që bukuria e shpirtit jep edhe atë pastaj edhe bukurinë fizike. Ti për shembull ke lënë këto flokë të gjata dhe dukesh e bukur. Ke një të qeshur, të bukur dhe dukesh e bukur. Tani më trego, të gjitha këto të vinë nga shpirti? Shpirti jote është kaq i bukur sa ti i reflekton në fytyrë? Në çfarë klase je? Të 6. Në klasë të 6. Çfarë do bësh si kur tritesh? Ke ndonjë plan? Po.
Unë do të bëhem stiliste. A, do bësh stiliste? Do më thënë ti do bësh robat bukura, do stilosh roba, veshjet bukura për njerëz bukur. Po. Për shqiptarët kryesisht. Po. Okej. Vizaton mirë, skicon, që tani, Po. Dikur, kur kam qenë me vogël, kam bërë dhe fustana prej letresh. Ke bërë edhe kështu me materialet riciklushme, ke bërë veshje, bravo. Po në vizatim, merë notën 10 gjithmonë? Ka raste dhe nënt. Ka raste dhe nënt, mirë 9 dhe 10 aty janë, notat të shkëlqyera janë të dyja. Do më ndimoni me një kuror të bukur që ka Ersela sot me vete. Një kuror që absolutisht bukuria shqiptare e meriton. Faleminderit. Ishte mami Erselës, ajo që kujdeset shumë që vajza e saj të vazhdoj të trashëgoj bukurinë e shqiptarëve si në fizik, por edhe në shpirt. Më lejoni t'ja vë? Si një bukuri shqiptare këshu nga ato që na evidenton? Okej, unë dua dhe një duar trokitje. E vura mirë? Po. Okej, shumë bukur. Tani meriton të quhet mbretëresha e Shqipërisë. Shqipëria një vend i vogël, ka kaq shumë bukuri, po ka edhe kaq shumë njerëz të bukur. Në çdo aspekt. Duke filluar nga ty. Beson se e përfaqëson Shqipërinë me këtë bukurinë tënde, gjithë bukuritë e Shqipërisë? Mendoj se po. Okej. Mirë, shumë bukur. Jemi në momentin për një projekt interesant që tashmë na duhet pak më shumë impenjim në mënyrë që të shohim me vëmendje se si e gjykojnë fëmijët këtë dukuri, e cila ka qenë një nga dukuritë që shoqërinë tonë e ka hasur për herë me problematika. Fation, mirë mbrëma, edhe një herë, tashmë zyrtarisht për konkurimin e projektit tëndë. Më trego pak, si lindi ideja, cila është ideja dhe si lindi kjo ide? Atëherë, Shqipëria më e mirë kur t'i themi jo trafikimit të shenjave njerëzore. Kjo ide është punuar shpesh në shkollën tonë, gjithashtu kemi bërë dhe projektet e tjera, por qëllimi vetëm pse unë zgjodha këtë temë është sepse ky fenomen është tepër i përhapur në Shqipëri dhe më të prekshmit jemi vetë ne fëmijët. Lajmet e trafikimit të shenjave njerëzore çdo ditë më shumë mbushin faqet e gazetave, por janë lajme të cilat japin informacionin tek njerëzit, por anashkalohen, nuk ka reflektime. Dhe prandaj për të pasur reflektime nga shumë njerëz, kam vendosur të bëj një punim artistik që e sjell më thellë dhe më qartë mesazhin e trafikimit të shenjave njerëzore. Të lumt. Bravo zemër. Dhe mua nuk më mbetet gjë tjetër në këtë moment, veç se të anoncoj materialin filmik. Është interesant, absolutisht që e kuptuat dhe nga mënyra se si Fationi e shpjegoi. E ndjekim dhe kthehemi. Fation Valteri, 12 vjeç, Shkolla Albanët, Tiranë. Shqipëria më e mirë kur t'i themi jo trafikimit të shenjave njerëzore. Trafikimi i shenjave njerëzore. E zgjodha këtë temë sepse trafikimi i shenjave njerëzore në Shqipëri është shumë i përhapur. Në punën time artistike kam përcjell disa mesazhe të ndërtuara me artin për të përcjell sa më thellë në mendjet e njerëzve. Mesazhet janë: termi trafikim duhet të njihet nga fëmijët. Të dallojmë mirë njerëzit kyç që ndihmojnë në trafikim. Të njohim grup moshat e njerëzve që trafikohen dhe gjithashtu të njohim disa nga fazat dhe rastet e trafikimit. Duke u ndërtuar me pikturën dhe me aplikacionin, këto mesazhe besoj se përcjellen më thellë në mendjet e njerëzve.
elementi kryesor në punën time artistike është gazeta. Gazeta, faqet e gazetës mbushën çdo ditë më shumë me lajmet për trafikimin e qenieve njerëzore, lajmet të cilat anashkalohen nga njerëzit. Life in peace, you may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will be one. Imagine no possessions. I wonder if you Të lumt, Fation. Ne në fakt jemi në një moment ku do të shkojmë pak në publicitet, por mendoj që publiku është i gjithë i fokusuar për të ndjekur argumentimin e këtij projekti dhe gjithashtu edhe komentet e të ftuarave tona në studio. Pak publicitet dhe kthehemi për të komentuar projektin e Fationit. Në Tangram me falenderime për Spitalin Gjerman, faleminderit nga zemra për mbështetjen dhe kthehemi tek projekti i Fationit. Ndoqëm materialin filmik dhe tashmë jemi në studio për të diskutuar. Këto njohuri për këtë projekt, kanë qenë ti ke hulumtuar në internet, apo keni mësuar në shkollë, keni pasur her pas here projektet të kësaj natyre, apo ke dëgjuar edhe lajmet nga ekrani? Atëherë, si që thash dhe më parë, projektet në shkollën tonë ka qenë të shumta për trafikimin e qenieve njerëzore, gjithashtu dhe informacioni nga lajmet nuk është i munguar, por më shumë informacion për trafikimin e qenieve njerëzore për këtë fenomen e ka marrë nga bisedat me mësuesit në shkollën tonë, sidomos me psikologën e shkollës, e cila më qartësoi pikpyetjet në mendjen time për trafikimin e qenieve njerëzore. Ti si mendon, është e drejtë që edhe fëmijët në moshën tënde ti kuptojnë, ti dëgjojnë, edhe ti studiojnë, madje edhe ti publikojnë mendimet që kanë për këto lloj tematikash që faktikisht janë pak të rënda, për të thënë vërtetën. Pavarësisht se janë të rënda, shumë e drejtë që fëmijët ti njohin këto informacione dhe të shpërndajnë sa më shumë me grupet shoqërore në cilat bëjmë pjesë, sepse disa nga mënyrat se si ne mund të shmangemi nga ky fenomen, mos bien viktime këtij fenomeni, janë të njohim mirë termin trafikim, të dallojmë njerëzit kyç që ndihmojnë në trafikim, grup moshat që trafikohen dhe disa nga fazat dhe metodat. Duke i ditur këto informacione, ne do të mundohemi të shpërndajmë sa më shumë me njerëzit që na rrethojnë, që shmangja e këtij fenomeni të jetë sa më mirë, sa më madhe. Bravo. Ina. Fation, unë jam shumë impresionuar për seriozitetin që ti i ke dhënë trajtimit të një çështje që në fakt është me të vërtet një çështje serioze që duhet na shqetësoj të gjithëve. Dhe më vjen mirë që nga ajo që tregon ti, në shkollën tënde që kanë bërë kaq shumë aktivitete dhe orë mësimi apo diskutime qoftë edhe me psikologën e shkollës lidhur me trafikimin, dhe besoj që kjo në fakt është një gjë shumë pozitive për sistemin mësimor që kemi ne sot, që ka futur tema të tilla dhe ka filluar të përgatisi fëmijët sa më herët, sepse siç e thot dhe Fationi që ka bërë ekspert i kësaj fushë dhe të përgëzoj për njohuritë që ke, sa më shumë të dinë edhe fëmijët vetë, aq më shumë ata jo vetëm që mund të parandalojnë që diçka të ndodhi atyre, por mund të bëjnë dhe aktor për të ndihmuar njerëz të tjerë në shoqëri, qoftë shokët e klasës apo të shkollës, apo dhe dikë tjetër qoftë edhe jashtë shkolle, krejtësisht. Kështu që në fakt ne vetë në Agjencinë për Fëmijët kemi bashkëpunuar shumë ngushtë edhe me Ministrinë Arsimore dhe me koordinatorin kombëtar antitrafik, që besoj edhe Fationi di që ekziston një koordinator në nivel kombëtar, që është zëvendës ministra e punëve të brendshme.
Pasit, sa po mbyllëm tetorin, ishte muaj Kundër kombëtar trafikut. për ndërgjegjësimin kundër trafikimit dhe pati shumë aktivitete me fëmijët, shumë punime artistike, ne kemi fëmijë shumë kreativ në fakt, që arrin në forma mjaft me shprehje të bukura të shprehin mesazhe kaq të rëndësishme. Kështu që ka qenë një muaj shumë interesant që ne kemi shkuar në gjithë Shqipërinë dhe me siguri dhe te shkolla e Fationit ky muaj ka qenë një nga arsyet pse janë bërë aktivitete për trafikimin. Do të korrigjoja një gjë të vogël, sepse ndoshta ti je shumë i vogël dhe ke filluar të lexosh gazeta tani së fundmi, por në fakt nga statistikat që nxjerrin institucionet që merren me këtë punë, trafikimi fatmirësisht në Shqipëri është një fenomen në rënje. Pra, ka qenë shumë më i theksuar, do thoja, sidomos në fillimin e viteve 90, më pas edhe forcimi i vetë institucioneve që merren me këtë çështje ka bërë që numri i rasteve të jetë duke rënë dhe kjo është një gjë e mirë, kështu që duhet teksuar. Ka dhe një klasifikim ndërkombëtar që shikon të gjitha shtetet dhe ky klasifikim ne jemi përmirësuar, si thua, dhe kjo e tregon edhe faktin që edhe nga ato që na shikojnë shtetet e tjera nga jashtë, ne kemi një përmirësim. Doja të thoj diçka, ky fenomen në vendin tonë është në rënje sepse në 3 maj të 2005-sh, Këshilli Evropian ka nënshkruar një konvent kundër trafikimit të qenieve njerëzore, e detyrueshme për gjitha shtetet, dhe prandaj ne jemi pak më të mbrojtur dhe kjo është diçka shumë e mirë që nuk do të dëmtoj shoqërinë tonë. Por gjithashtu doja të shtoja që gjithsesi, edhe pse është në rënje, ka akoma raste të këtij trafikimi dhe për t'i parandaluar krejtësisht, kam sjellë nëpërmjet punimit artistik mënyrat se si mund të parandalohen. Bukur. Atëre, eja dhe na i shpjego pak, se kjo është punë e jotja, ha? Bukur. Atëre, hajde të vendit të Tamirës, unë po ulem të vendi jot, më lejon? Dhe ti vazhdo shpjego atë. Ndërkohë që do jesh duke mbaruar, unë do të çojmë që mos të lë vet. Okej, dëgjojmë djalin. Atëherë, në qendër të punimit tim artistik, kam vendosur veten time, sepse si fillimi analizova këto mesazhe për t'i sjellë sa më qartë në mendjet e njerëzve nëpërmjet artit. Elementi kryesor i punimit tim artistik është gazeta, që sjell lajmin bashkë me mesazhin sensibilizues që vjen nëpërmjet pikturës, që shihni pas çdo gazete. Është përdorur një element si aplikacioni, që shihni, i ndërthurur me pikturën, që besoj se sjell shumë thellë mesazhin dhe në mënyrë shumë të qartë. Kjo ka qenë ideja jote e gjitha, mënyra se si ti e ke prezantuar të projekt. Atëherë i kam paraqitur dhe mënyrat se si mund të mbrojemi, termi trafikim duhet njëhet nga fëmijët, të llollojmë njerëzit kyç që ndihmojnë në trafikim, të njehemi me grup moshat dhe disa nga fazat dhe metodat që zbatohen në trafikim. Gjithashtu, kam paraqitur dhe diçka që rinia trafikohet çdo ditë më shumë dhe një pikturë që i thot stop këtij trafikimi. Bukur. Më pëlqeu shumë mënyra se si e ke pikturuar vete. Apo jo? Okej. Ti tani mund të ulesh aty te vendi jot dhe ne do vijojmë me komentet e të ftuarave shumë të mira që kemi sonte. Për fatin tuaj të mirë. Ishte shaka se gjithmonë janë të mirën për gjithë fëmijët. Unë e përgëzoj Fationin. Ai është një shembull shumë i mirë i rasteve kur dhe një individ i veçantë, në rastin konkret një fëmijë në një moshë të tillë, mund të sensibilizojë për parandalimin e fenomeneve të tilla. Unë doja t'ju bëja një shpjegim të shkurtër fëmijëve për rolin e pushtetit vendor si aktor për luftimin edhe të trafikimit, edhe mbrojtjen e fëmijëve. Pushteti vendor është një pushtet i cili i delegohet nga komuniteti, dy organeve të caktuara siç është Këshilli Bashkiak dhe kryetari, nëpërmjet vendimarrjeve të tyre të ushtrojnë funksione publike. Me reformën administrative që mbase e keni dëgjuar në televizor ju fëmijë të dashur, ta i dëgjojnë të gjitha, ka kaluar gati një vit, dhe ne kemi pasur përpara sfidën për të përmbushur kompetencat e reja, që gati nga 15 kompetenca janë bërë 30 kompetenca të reja për pushtetin vendor, dhe një pjesë e rëndësishme në këto kompetenca është roli që ka ky pushtet për sistemin parashkollor, për kopshtet dhe çerdhet, rolin që ka për mbrojtjen e shtresave në nevojë. Dua të them, është dhe një shembull shumë i mirë, ky shembull i sjell nga Faktioni, sepse jo në çdo rast siç kërkojmë ne gjithandej të kemi sa më shumë fonde në buxhetin tonë. Normal.
është një shembull shumë i mirë që tregon dhe me pak fonde ose me 0 fonde ne mund të bëjmë shumë për mbrojtjen e fëmijëve, mund të bëjmë shumë për evitimin e këtyre rasteve apo fenomeneve. Ndaj Fationin e ftoj që së bashku me një grup të caktuar grup moshe të bëjnë një vizitë në Bashkinë Ura Vajgurore dhe të përfitojnë nga fondi që kjo bashki ka në dispozicion për këto raste. Në rastet që ndjek njësia... Dëgjoni dhe zërin e fëmijëve njësoj si janë zërat e grupeve të interesit. Jemi përpjekur që në artimin e buxhetit të bashkisë tonë të kemi dëgjesa me çdo lloj grup moshe dhe me çdo lloj aktori që është në territorin e bashkisë tonë. Prandaj e ftoj edhe e them edhe një herë Fationin që mos ta neglizhoj këtë. Do shkojmë Fation, veç rrugës për në Burel, Antoni dhe një rrugë tjetër për të bërë. Për numrin e Vajgurore. Do ikim. Të premtojmë do vim. Nga rastet që janë evidentuar nga Njësia e Mbrojtjes për Fëmijë, që është pjesë e strukturës së Bashkisë Ura Vajgurore dhe ka gati 2 vjet që ushtron këtë aktivitet, rastet të tilla të trafikimit nuk janë të evidentuara në bashkinë tonë, fatmirësisht, kryesisht janë raste me trajtim të dhunës ose braktisjes së shkollave nga fëmijëve, edhe me sëmundje si autizmi. Këto raste kemi ndjekur dhe trajtuar nga kjo njësi. Rastet të trafikimit fatmirësisht nuk ka, ashtu që tha dhe përfaqësuesi e pushtetit qendror drejtoresha e Agjencisë Mbrojtjes së Fëmijëve, këto janë raste në qarkun e Beratit, ka pasur trafikim në vitet e para nga 94 deri në 97 ato kanë qenë më të shumta në numër, por me kalimin e viteve është bërë mundur. Megjithatë, është e rëndësishme që të ndërhyet për shembull kur një fëmijë braktis shkollën, sepse kur fëmia braktis shkollën, do të thotë që ai është diku tjetër dhe në atë diku tjetër mund të jetë duke u shfrytzuar për punë ose trafikuar, prandaj të gjitha këto janë të lidhura në fakt. Dhe vëmendja duhet të jetë po e njëjtë. Ne nuk duhet të presim derisa të sigurohemi që një fëmijë po trafikohet. Duhet të ndërhyjmë sa më herët kur shikohet disa nga rastet një shenjë e vogël që ai mund të jetë në një situatë, ne e quajmë situatë rreziku, domethënë që ka një rrezik që i kanoset atij fëmijës. Këto janë raste që shfrytëzohen nga trafikantët, pamundësitë ekonomike, problemet në familje, si dhuna e tjerë, largimi nga shkolla, domethënë braktisja e shkollës. Janë raste që shfrytëzohen nga trafikantët. Unë them që Fationi mund të vi dhe të punoj tek ne si ekspert i trafikimit. Pse jo? Vesli. Në gjithë të vorbullën e kësaj teme, që në fakt është një teme trishtuar, ka 2 pozitivitete shumë të mëdha që na bëjnë shumë krenar për këta fëmijë. E para është që ka fëmijë si Fationi kaq të përgatitur dhe që interesohen kaq shumë, bëhen pjesë e fushave të ndryshme, futen në thellësi të asaj gjëje që duan të studiojnë, dhe kjo është vërtet një gjë shumë pozitive për gjithë fëmijët dhe kështu duhet të jenë të gjithë. Dhe sidomos kur merren me një temë të tillë, siç është tema e trafikimit, që është një temë që vërtet për shumë kohë e ka vrarë Shqipërinë dhe jo vetëm, pasi është një temë goxha e gjerë, por që është një temë që tashmë është e trajtuar pozitivisht ashtu si nga organet, se ne tjerat i ndihmojmë në mënyra të tjera, ashtu si dhe nga fëmijët dhe të rinjtë të tjerë. Ajo që më bëri përshtypje në gjithë prezantimin tënd, përveç përgatitjes tënde që është absolutisht për të vlerësuar dhe për të ardhur trokitur, është fjala rinia trafikohet çdo ditë më shumë, që e kishe shkruar edhe aty, madje edhe e the. Çfarë mendon kur ke shkruar këtë frazë? Atëherë, si thash, rastet që shfrytëzohen nga trafikantët janë problemet në familje, pamundësitë ekonomike dhe braktisja e shkollave. Janë raste të shumta që sikur kam dëgjuar edhe në lajme, që të rinjt braktisin shkollat, dalin rrugëve nga problemet në familje dhe nga pamundësitë ekonomike. Dhe prandaj, ky është një shkak që u jep përparësi trafikantëve dhe pavarësisht se numri të trafikuarve në vendin tonë është në rëndje, nuk janë ende të eliminuar plotësisht. Unë kam përshtypjen që duke qenë se fëmijë si ty janë duke u shtuar, të rinj do të jenë ata të cilët mund të bëjnë akoma më shumë që ky fenomen të ulet. Por sigurisht ti bashkë me të gjithë miqtë e tu dhe tani tashmë bashkë me ta ngramin, mund ta bësh Shqipërinë shumë më të mirë, duke i thënë të tjerëve të bëjnë si ty, dhe të bëhen si ty, të studiojnë kaq shumë sa ty dhe të jenë kaq shumë të përgatitur, pasi vetëm kështu ne të rinj, që ndoshta nuk kemi shumë pushtet për të bërë gjëra në vendimarrje, mund të bëjmë gjëra shumë të mëdha duke i thirrur shoqërisë, duke i thirrur të rinjve dhe duke i thirrur vërtet njerëzve që
Dëgjoni, ne jemi këtu për të përgatitur për një të ardhme më të mirë, për ta bërë Shqipërinë më të mirë me ne, jo për ta bërë Shqipërinë më të mirë pa ne. Pasi të rinjt janë vërtet hallka kyçe nga e cila fillon çdo gjë. Unë jam një re që merrem goxha me aktivitete dhe mendoj se kam bërë mjaftueshëm dhe sigurisht ka akoma shumë gjëra për të bërë dhe kam shumë energji dhe shumë gjëra të tjera për të bërë, por kam bërë mjaftueshëm për ta përfaqësuar rinin time dhe veten time. Dhe gjëja më e rëndësishme që mund të bëjmë është të jemi kaq shumë të përgatitur dhe kaq shumë të motivuar për të luftuar për përfaqësimin dinjitoz të asaj epoke ku ne jetojmë. Kështu që përgëzime. Je dakord, Fation, me mënyrën se si u komentua projekti jot? Na mbeti ndoshta ndonjë gjë pa thënë? Jam shumë dakord. Duke luftuar shumë që ta eliminojmë këtë fenomen të pamëshirshëm, padyshim që Shqipëria do të jetë më e mirë. Padyshim që Shqipëria do të jetë më e mirë. Dhe me fëmijë kaq të mirë sa ty, padyshim që Shqipëria do të jetë më e mirë. Jam në një moment ku duaj që të kthehemi pak në puntatën tonë të parë të këtij sezoni. Me siguri ju ndjek si tanë besnik, keni parë që i pari që hapi për këtë vit Tangramin, për këtë sezon në fakt Tangramin, ishte një djalë nga Durrësi, kishte 6 vëllezër, jetonte me babain në kushte të vështira, ekonomike, sociale. Ne e prezantuam si rast, ai erdhi këtu me gëzim dhe rezatoi gëzim nga momenti që erdhi deri sa iku. Dhe ne komunikojmë sot me të, dhe ai përsëri rezaton gëzim në zërin e tij kur ne komunikojmë, është Gledi. Gledi i cili na bëri thirrje. Shqipëria më e mirë, tha, kur mua dhe vëllezërve të mi të na kthehet fëmiria. Ky ishte një rast që direkt nga Ministria e Mbrojtjes Sociale dhe konkretisht nga Agjencia për Mbrojtjen e Drejtave të Fëmijëve u evidentua dhe unë dua që Ina shkurt të na thotë deri ku jemi sot me këtë rast. Po, Mira, është shumë e rëndësishme që të kuptohet së pari që të gjithë kemi një rol për të luajtur, për të ardhur në ndihmë atyre njerëzve që janë në kushte të vështira dhe për fat keq ndonjëherë dhe këtyre fëmijëve që u është mohuar fëmijëria, siç ka thënë Gledi. Ndaj së pari unë të falenderoj që ti evidentove një rast të tillë dhe na e solle pranë agjencisë apo pranë shërbimeve sociale. Kjo është një gjë që nuk ndodh shpesh, ndaj unë dua të bëj një apel që njerëzit jo vetëm të ankohen pra që ka situata të tilla, por të bëjnë raportimet pranë institucioneve, vetëm kështu ne do të mund të ndërhyjmë. Në rastin e Gledit, ne kontaktuam me babain e tij dhe nëpërmjet Bashkisë së Durrësit, në fakt, çdo bashki ka një njësi të mbrojtjes së fëmijëve dhe Bashkia e Durrësit e ka një të tillë. Për momentin ato janë pak punonjës, por ne presim së shpejti në 2017 që ky numër të rritet. Dhe nëpërmjet njësisë së mbrojtjes së fëmijëve është marrë në menaxhim rasti i të gjithë familjes, pra i të gjithë vëllezërve dhe motrave të Gledit dhe babait të tij, për të mundësuar një punësim të babait, gjetjen e një strehimi të përkohshëm derisa familja të rrimëkëmbët dhe ekonomikisht, por edhe ndihmën për të regjistruar në kopësht dhe në qerë dhe vëllezërit dhe motrat më të vegjël që nuk kishin hyrë akoma në sistemin shkollor, në mënyrë që dhe familja të ketë një lloj përkujdesje gjatë ditës, pra përkujdesje ditore për këto fëmijë. Jemi akoma në proces, sepse duhet jemi gjithë ndërgjegjshëm që nuk është këto raste nuk zgjidhen me një shkop magjik. Sigurisht, dhe unë ka nevojë për një proces të gjatë. Njoftova në fillim të Tangramit, kur e nisëm me Gledin, që në çdo moment që ne do kemi një hap në lidhje me ndihmën e këtyre fëmijëve dhe të babait të tyre për të qenë në punë, mendova që ishte rasti që ne të fillojmë dhe të tregojmë që puna ka filluar. Për sa kohë ky është një lajm i mirë, ne duhet ta fillonim që sot ta jepnim këtë lajm të mirë. Edhe për publikun, por edhe për Gledin, për Gracianon që është vllai i tij i madh, edhe për vëllezërit e tij më të vegjël dhe për babain e tij. Jemi në një moment shumë të bukur. Mirë se erdhe nga Vlora në Tangram. Faleminderit. E ndiqni Tangramin? Po. Po, kur kemi mundësi, po. Mendon se është një dritare e mirë për ju fëmijët? Po, sepse të jep mundësin që edhe të marrësh pjesë në për më tepër emisione publike për të shprehur dhe më lirisht veten. Ne, në fakt, kemi detyrë dhe qëllim këtu në program që
zëri juaj do jetë ai që do të ketë përparësi. Pra ju do dëgjoni këtu me shumë vëmendje. Jo vetëm nga ne, por edhe nga mbar publiku. Ndërkohë, ti e ndjen se në shkollë apo në familje, diku në ambiente me të rritur, ndjen që dëgjohet zëri jot, ndjen që ta dëgjojnë një mendim, ta dëgjojnë një fjalë, ta respektojnë? Po, gjithmonë më kanë respektuar në të gjitha ambientet që kam qenë pjesë. Po normal se je kaq e mirë prandaj. Faleminderit. Dua miq të përshëndes, i kam në studio, kanë ardhur plot 10 vet nga Vlora sot për të ndjekur Jerinën, për ta mbështetur, por edhe për të bërë në të ardhmen përsëri pjesë të Angramit. Faleminderit, na keni sjell sot aromën e këndshme të detit edhe atë forcën e vlonjatëve, në kuptimin e mirë. Okej, shpirt. Shqipëria më e mirë atëre, që ta dëgjojnë publiku që pret një projekt për detin nga ty? Shqipëria më e mirë me një shoqëri më të mirë ku e ardhmja nuk vritet dhe ku jeta nuk mohohet. Wow. Kur e ardhmja nuk vritet dhe kur? Jeta nuk mohohet. Nuk mohohet. Në fakt, se çfarë ka dashur të thot me këtë tematik Jerina, unë nuk dua të komentoj më gjatë si fillim, por propozoj të ndjekim materialin dhe të kthehemi pastaj për diskutime të forta për këtë tematik këtu në studion e Angramit. Ndjekim materialin. Stay beside me, say you'll never leave me, how I love you, how I love you. Jerina Mohameti, 13 vjeç, shkolla Gjyheri, Vlorë. And your lips have done their part, your love is all I need in my world. That tender kisses plead in my world. How could I ever live without you? Përshëndetje të Angram nga qyteti i bukur i Vlorës. Shqipëria më e mirë, kur kemi një shoqëri të mirë, aty ku e ardhmja nuk vritet, ku jeta nuk mohohet. Por a e kanë të gjithë fëmijët në vendin tonë këtë mundësi? Gjakmarrja, fenomeni i cili unë dua të trajtoj, si pjesë e pengimit të civilizimit për parimit dhe integrimit të shoqërisë shqiptare. A mund të jetohet në një shoqëri ku njeriu t'i mohohet jeta, ku fëmijët e vegjël duhet të vuajnë pasojat e të rriturve, ku bota që ata jetojnë kufizohet prej 4 muresh, ku përmes njerimit, varfërisë, për këtë shkak porritet dhe zhvillohet një brez analfabet, ku me dëshirën e madhe për të mësuar dhe lodruar, jeta u është prerë në mes. Realiteti është ky. Familjet e ngujuara kanë arritur numrat e lartë. Shkodra 260 familje, Malësia e madhe 58 dhe Puka 2 familje. Zgjidhja që unë paraqes është që qeveria të vendosë ligje të rrepta me anë të forcave policore. Por nëse i lënë më një anë forcat qeveritare, në bazë të ligjeve dhe të mendojmë për arsënimin e këtyre fëmijëve, ne mund të sigurojmë atyre libra, mësues privat, dhe një pjesë tjetër, me ndihmën e policisë, mund t'i çojmë ata në shkolla. Por edhe ndihma e intelektualëve tanë është një faktor kyç që mund të ndihmojë në zgjidhjen e këtij problemi. Kështu ky fenomen mesjetar të mos marrë forma të ndryshme duke shkatëruar shoqërinë shqiptare. Është një projekt ku ne kemi nevojë të bëjmë një frymëmarrje të thellë një herë dhe pastaj të nisim diskutime. Si të lindi kjo ide? Atëherë, si fillimisht kjo ide më ka lindur duke lexuar librin e Ismail Kadare, Prilli i thyer, ku edhe ajo vetë trajton çështjen e gjakmarrjes, flet për Gjorgun, një djalë të ri i cili vritet nga gjakmarrja. Edhe pse ai nuk do më që kjo gjuhëti banale e njeriu të vazhdoj, ai përsëri bie prek kësaj gjuhëtie. Dhe është interesante, kryetare, apo jo? Nga punimet më interesante vjen sot nga një vajzë kaq e brisht që çuditërisht të lind pyetja pse të ketë menduar një temë të tillë
Megjithatë, ajo e sqaroi nga leximi i librit të Ismail Kaderes, Prilli i thyer. Unë vi sot si përfaqësuese e Bashkisë Vajgurore, një bashki që nuk ndodhet në veri të vendit, por në pjesën jugore të saj, dhe dikush mund të çuditet që edhe aty ka pasur 2 raste gjakmarrje në njësinë administrative Kutalli, që është pjesë e territorit të Bashkisë Vajgurore. Raste sporadike janë për zonën e jugut, por dua të them që të bëm përshtypje. Janë 2 raste të cilat shkaku i nisjes së këtyre gjakmarrjeve ka qenë raste banale, si janë kryesisht incident zënje në një lokal dhe pse dikush një djalë i foli një vajzë në rrugë dhe u pa nga fisi tjetër. Dhe kështu rodhën ngjarjet që u shuajtën një nga një pjesëtar të 4 fiseve të këtij territori. Është marrë në një mas në lidhje me këtë? A ka fëmijë të ngujuar nga këto 2 raste? Pothuajse nuk ka, gjithsesi ne si Bashki Vajgurore me strukturën përfaqësuese që siç e tha dhe përfaqësuese e agjencisë shpresoj të rritet numri, ajo quhet vërtet njësi e mbrojtjes së fëmijëve, po stafi është shumë i ulët, me rritjen e numrit edhe puna që do të bëhet do të jetë më intensive dhe do të jetë një punë më e mirë. Nga kjo njësi janë organizuar takime të shpeshta në këto familje për të negociuar, për të përmirësuar situatën. Po them që këto raste sporadike janë në shuajtje, duke pasur aktivitetet të tilla që vinë edhe nga këta fëmijë, nga roli i vetë bashkisë, por përgjithësisht edhe nga aktivitetet të tjera që ne mund të organizojmë dhe me agjencinë e mbrojtjes fëmijëve dhe ftoj drejtoreshën që sa afër ne të kemi aty një aktivitet, pse mos ta përfshim edhe këtë tematik, duke qenë se ne jemi një njësi e cila e kemi brenda nesh këtë plag, por asnjëherë puna nuk mbaron këtu vetëm duke pasur këto dispozita. Absolutisht. Por është një punë voluminoze më e gjerë që duhet të përfshihen dhe të integrohen të gjithë. Ashtu siç e tha vajza, duhet bërë shumë për emancipimin dhe civilizimin dhe një rol në këtë duhet luaj vetë gruaja, nëna. Unë jam një nën me 3 fëmijë dhe kur vi dhe më trokasi në derën e bashkisë, të gjithë ata që kanë probleme sociale ma kujtojnë me lot në sy dhe thonë ti je nën vetë. Dhe unë ashtu prekem tek i dëgjoj dhe përpiqem të bëj më të mirën. Kështu që unë falenderoj këta fëmijë të mrekullueshëm se na solën vërtet emocion. Emocionua me të vërtet sot kryetaren e Bashkisë Vajgurore. Pavarësisht një bashkie e vogël, por titulli kryetar bashkie është i njëjtë për të gjithë. Kështu që ne titullaren që kishim në emision sot, arritëm ta emocionojmë. Nuk është e rëndësishme titulli, sepse absolutisht jam dakord. Pavarësisht titujve, ne jemi njerëz, ndërveprojmë me njëri tjetrin dhe në fundit jemi për shërbim të komunitetit të cilin përfaqësojmë. Sigurisht, dhe lumë i titullar që këtë e kupton kaq mirë sa juve. Pak publicitet dhe kthehemi për të komentuar. Jemi kthyer për pjesën e tretë me falenderime për Spitalin Gjerman dhe dua të kujtoj miq për mënyrën e votimit, ju tashmë që na ndiqni e dini mirë. Atëherë miq, mund të filloni të votoni. Kemi këtë herë Erselën 13, Fation 14, Jerina 15 dhe Lura 16. Më thuaj diçka tjetër mbas edhe këtyre që foli zonja Mema. Atëherë në këtë projekt unë jam bazuar më tepër tek fëmijët të cilët janë ngujuar për shkak të pasojave që kanë sjellë problemet midis të rriturve. Dhe edhe sot unë kam marrë dhe shumë informacione të ndryshme, jam informuar që dhe në Shkodër, në një lagje të quajtur dhe ndryshe Getoja e Gjakut, ka shumë fëmijë të cilët strehohen dhe mbrohen nga policia. Për këtë arsye ata nuk mund të dalin dhe të jetojnë një jetë normale si të gjithë neve. Ata janë të ngujuar brenda 4 mureve dhe nuk e shohin dot dritën e diellit, nuk e marrin dot ajrin e pastër siç mund ta marrë çdo fëmijë në moshën e tyre. Dhe ajo që ti mendon se është një drejt tjetër e mohuar është edhe arsimimi i tyre. Po, arsimimi kryesisht. Ina, në fakt mbas temës së vajza vjen trafikimit me statistika. Vajza vjen me statistika dhe unë do ta pyes pas pak se ku është referuar këto statistika, po ajo që do të doja diskutoni me Jerinën është jam shumë dakord, është një problem shumë i rëndë dhe këta fëmijë janë nga ato fëmijët që u mohojnë të drejtat më shumë se sa fëmijët e tjerë,
sepse janë të detyruar të mos lëvizin për të qenë të sigurt. Tani, unë mendoj që ajo që duhet kuptojmë është që ky fenomen është i lidhur me të gjithë fenomenin e drejtësisë në Shqipëri. Pra, ajo që ndodh është që kur ndodh një krim normalisht në çdo vend tjetër, më thuaj nëse s'më kupton që ta bëjmë diskutimin sa më të thjeshtë, por sigurt që të kupton. Ajo që dua të them është që kur ndodh një krim, pra kur ndodh një vrasje apo diçka tjetër, ai personi që është i dëmtuar duhet i drejtohet policisë dhe pastaj të kërkojë drejtësi në gjykatë. Pra është gjykatësi në një shtet që thotë ti e ke patur fajin dhe ti e viktima dhe jep dënimin e merituar. Ajo që ka ndodhur në vendin tonë është që për shumë vite me radhë njerëzit nuk kanë patur besim ndoshta as tek policia, as tek gjykatat, dhe e kanë zgjidhur këto mosmarrëveshje drejt për drejt. Pra dikush i ka bërë një të keqe dhe ne kthehemi dhe se thua kërkojmë hakmarrje ose në këtë rast gjakmarrje pasi ka të bëjë me një vrasje, pra është një hakmarrje në rastin që ka ndodhur një vrasje. Nuk e di nëse e ke ndjekur ndonjë çik lajmet me gjithë reformën e drejtësisë, e cila ka pikërisht këtë synimin, që të krijojë disa gjykata ku ne si qytetar të kemi besim dhe të shkojmë të kërkojmë drejtësi, po mos ta kërkojmë drejtësinë vetë. Kështu që mendoj që gjithë ky problem zgjidhjen e ka deri në këtë nivel, pra kaq të madh, nëse ne krijojmë një sistem ku nuk kemi besim tek drejtësia, atëherë do të kërkojmë drejtësi vetë. Por libri që ke lexuar ti, që është dhe një nga librat e mi të preferuar në fakt, tregon që në Shqipëri kjo është edhe një fenomen që ka rrënjë shumë të thella në histori. Kështu që do dojë edhe një punë ndërgjegjësimi, ndryshim mentaliteti, dhe unë shpresoj që brezi juaj, ndoshta joni akoma se ka sjell këtë ndryshim, po ndoshta juaj ta ri të thyej këto barrierat e trashëgimisë që kemi ne historike lidhur me fenomenin e gjakmarrjes. Ka Jerina një informacion për këtë pjesë, për kanunin e lekdukagjinit, për... Po? Pikërisht për këtë çështje është dhe informacioni që në këtë kanun ka 1262 nene dhe në këto nene asnjëherë nuk nxitet që njeriu të kryejë vrasje ndaj grave dhe fëmijëve. Pasi gruaja dhe fëmia janë qenia më fisnike në botë, dhe ata janë të falur dhe janë të diferencuar nga kjo gjueti që i bëhet njeriut në kohët e sotme. Leka ka thënë kështu. Në fakt, ky kanuni i lekdukagjinit nuk parashikon këto fenomene që po ndodhin sot, ndoshta ky fenomen ka shkuar akoma dhe më tej, që është për të shqetësuar në fakt. Unë e di për të kthyer dhe tek diskutimi për arsimën, unë di që Ministria e Arsimit ka bërë disa projekte për të çuar mësues në shtëpiat e këtyre fëmijëve që janë të ngujuar, pra ka një progres në atë aspekt, megjithse mendoj që zgjidhja duhet të jetë që këta fëmijë mos jenë fare në atë shtëpi, pra të kemi një sistem drejtësie dhe një sistem policie që të jetë sa më i drejtë dhe sa më besim dhënës, ose besim plot për njerëzit, që ata të mos kërkojnë të gjejnë drejtësi në mënyrë individuale. Nuk e bërë vetë gjyqësi. Nuk e di se sa bie dakord Jerina me mua në këtë arsyetim. Po, bie shumë dakord, pasi dua të them që këto faza në këto nivele që neve kemi arritur janë të palejueshme për shoqërinë tonë, pasi niveli i zhvillimit dhe i arsimimit që ka shoqëria shqiptare nuk e lejon që ky fenomen mesjetar të marrë forma të ndryshme dhe të çojë dëmet këtu ku janë bërë në këto faza. Ka në fakt... Është e vërtet kjo që thot Irina, pra megjithse ne avancojmë si shoqëri, progresojmë, duam të shkojmë drejt Europës, adoptojmë gjëra, teknologji moderne, ligje të reja, pra mundohemi të jemi një shoqëri sa më e hapur, sa më progresive, në të njëjtën kohë bashkëtojmë me disa fenomene të tilla që në fakt janë një mbetje negative të kaluarës. Kështu që jam dakord me ty, pra një shoqëri si e jona bën kontrast me këto xhepa të zeza, të errta të jetës së disa familjeve, por unë shpresoj që me këto reformat që po bëjmë të ketë një impakt sidomos te këto fëmijë. Pra do ishte, nëse ne arrim të zgjidhim çështjen e këtyre fëmijëve, do të thotë që kemi bërë
me të vërtetë reforma domethënëse. Në Tangram, në fakt, përveç Jerinës që na i sjell sot ndryshe, por të njëjtën tematik, kemi pasur një vajzë edhe ajo shumë e përgatitur në fakt, siç janë zakonisht fëmijët tanë sot, ka qenë Ensara Seiko që ka sjellë edhe ajo në tematikën e gjakmarrjes në një këndvështrim krejt tjetër, por që sensibilizonte edhe ajo mbar publikun për bashkëmoshatarët e saj të ngujuar ashtu siç bëri edhe sot Jerina. Diçka që të mbeti pa thënë? Asgjë për të shtuar, përveç se zgjidhjeve që mund të japim këtij problemi, pasi dërgimit të mësueseve privat për të arsimuar, pasi ka marrë më tepër çështjen e arsimimit të këtyre fëmijëve, neve mund të sigurojmë edhe policë të ndryshëm për t'i çuar ata në përshkolla që dhe ata të ndihen të sigurt dhe ata ta shohin njerë botën me sytë që i shohim në fëmijët e lirë. Ta shohin jashtë mureve të shtëpisë. Desni, si të duk ky projekt dhe mënyra e shkëlqyere e prezantimit. Nuk e di, në kuvendin e Shqipërisë flasin më bukur se kaq deputetët? Me sa i dëgjojmë tenjteve jomë. Unë besoj se të tilla projekte, ashtu si Jerina dhe të fëmijë të tjerë, janë vërtet projekte prekse, por edhe janë motor, për generator të një sensibilizimi më të gjerë që mund të bëjmë ne. Dhe unë besoj se përpara se si gjërat i bëjnë në për gjykata, në për nene, në për kushtetuta, gjërat duhet fillojnë nga ne. Duhet fillojnë nga brenda nesh. Në momentin që ne kemi një shoqëri e cila shumica e shoqërisë e dënon këtë akt, do të thotë që këta persona që vazhdojnë e kryejnë si akt, janë ato persona që duhet dënohen rreth të parë nga ne. Gjërat fillojnë nga qelizat vogla. Në qelizat vogla në të tilla raste janë fëmijë si ty, një brez i ri i cili ka një mendim komplet tjetër dhe është një brez i cili promovon vlerat vërteta që njerëzit dhe fëmijët si ty duhet të arsimohen, pavarësisht problemeve që mund të kenë pasur me fëmijët, me kanunet, me vendodhjen, sepse vendlindja nuk është ajo që na përcakton si njerëz, dhe aq më pak nuk është ajo që ne na bën të ndjehemi pjesë të një gjëje. Në radhë të parë gjëra duhet fillojmë nga ne. Duhet fillojmë të ndryshojmë mendësinë e vërtetë se kush është njeriu që ne do të paraqesim në të ardhmen. Kush është personi që do të bëhet mama, baba, prind. Dhe në të tilla raste, përgjegjësitë të tilla bien mbi fëmijë dhe mbi një brez të ri që duhet të ndryshojë të gjithë rrjedhën e historisë, një rrjedhë që ndoshta është shkruar keq, por që duhet patjetër shkruhet mirë nëse duam të ecim akoma më shpejt në përparimin e gjithë vendit tonë dhe jo vetëm, në përparimin e personave dhe individëve të veçantë. Çdo gjë fillon nga baza. Dhe unë besoj se një fëmijë si ty nga Vlora mund të ndryshojë mendsinë e shumë shkodranëve edhe shumë njerëzve që jetojnë në veri, por jo vetëm, sepse shikojmë që problematika të tilla gjenden edhe në mes Tiranës apo në vende të tjera. Por besoj gjithashtu se arsimi është ajo që është një pikë kyçe për këta persona. Shumë prej këtyre personave janë të paarsimuar dhe ky mos arsimimi këtyre njerëzve na ndihmon akoma më shumë për ta generalizuar këtë lloj fenomeni më shumë. Jo se personat e arsimuar nuk e bëjnë, por mos arsimimi na bën akoma më shumë të mbetemi atje prapa. Mbetemi prapa asaj vijës që duhet të kalojnë për të përfaqësuar në një shoqëri. Dhe vërtet mësuesit privat mund të kenë një rol shumë të madh. Por unë besoj ashtu si parafolset që arsimi më i mirë për këta fëmijë duhet të jetë bashkë me fëmijët e tjerë, sepse ata meritojnë të jenë bashkë me mua, me ty, të jenë në një shkollë ku të jenë së bashku dhe të mos jenë në një shtëpi vetëm me një mësues vetëm për t'u arsimuar. Arsimimi më i mirë fillon kur ne qëndrojmë bashkë, ndajmë ide të bashkë dhe në momentin e parë që ne jemi pjesë e një shoqërie brenda një shkolle ose brenda një gjimnazi, ajo na bën akoma më shumë të lexojmë libra si Prilli Thyer, të hapemi akoma më shumë dhe të ndihemi përgjegjës për atë çka ne përfaqësojmë. Prandaj them se generatori më i mirë i të gjithë këtyre largimit të këtyre dukurive negative dhe hapjes akoma më shumë të një Shqipërie drejt një Europe dhe jo vetëm, drejt një Shqipërie të mirë, është vërtet brezi i ri dhe fëmijë të tillë, të cilat arsimohen së bashku dhe ndajnë ide së bashku, ndajnë atë çka ne quajmë shoqëri të mirë me njëri tjetrin. Je dakord Jerina? Shumë dakord. Shumë dakord. E në fakt, një fëmijë si Jerina, me një zemër të madhe sa deti i saj i Vlorës, sigurisht që do sillte këtë projekt dhe do mendonte për mbar bashkëmoshatarët e saj, të cilët vuajnë sot këtë problematikë. Jam shumë dakord kur ju flisni kaq shumë dhe ne e vetmja gjë e mirë që duhet të bëjmë është të heshtim dhe t'ju dëgjojmë. Mi duart rokisni fort. Ta
fëmijë të mrekullueshëm. Erdhi momenti më të voglës të panelit. Lura, je mirë apo po të vjen gjumi kështu? Apo je duke menduar? Shumë mirë jam. Je shumë mirë, bukur. Kur Shqipëria është më e mirë? Shqipëria më e mirë është kur në qytetet tona të mos ketë kaos. Kur të mos ketë kaos. Ne duam një Shqipëri pa kaos, thot Lura. Po, e bëra se ty pa kaos. Ndjeki materialin, kthehemi diskutojmë në studio. Lura Paheshti, 9 vjeç, shkolla Edit Durham, Tiranë. Shqipëria është më e mirë kur në qytetet tona të mos ketë kaos. Kjo është lagja ime. Këtu ka disa vende të përshtatshme për të lodhur në fëmijët, por kur dal nga ky vend, shoh një rrëmuj shumë të madhe. Pallati përballë nuk ka hapësira për të luajtur fëmijët. O zoti më, filloi kaosit, filluan zhurmat, filluan dhe pluhurat me ty. O bëbuta Tarfiku. Let me down. Yeah, you talk to one another. I'm a hungry man. O ma, pas ka shumë trafik, që ta heq këtë stres të madh. Hajtë këndojmë një këngë të dyja bashkë. Hajde, o trafik, ti për mu je një armik. O trafik, shqyr që ti ke ik. Për ta hequr këtë stres, tha Lura, po qeshin të gocat, shumë bukur. Hajde këndojmë një këngë. Ina, ishet stres duke kënduar një këngë? Mendoj që do filloj ta përdor dhe unë këtë metodën e të këndimit të këngës. Më pëlqeu shumë projekti Lurës. Lura, faleminderit për këtë projekt. Dhe më vjen mirë që kemi filluar të ndërgjegjësohemi për qytetet si hapësira ku fëmijët duhet ta gjejnë veten dhe duhet ketë sa më shumë parqe apo hapësira ku ata të luajnë, po dhe t'jenë të qetë, pra jo vetëm të luajnë, po dhe të qëndrojnë dhe mos ketë zhurma, kaos, siç thot Lura. Unë u lumturova shumë kur pash para disa javësh Bashkia e Tiranës kishte bërë një dëgjes, një diskutim, le të themi, një bisedë me shumë fëmijë. Ata e kishin quajtur bootcamp, është një metodë shumë interaktive për të marrë mendimin e fëmijëve, se si ta bëjmë qytetin e Tiranës sa më miqësor për fëmijët. Dhe ne në fakt u frymëzuam nga kjo dhe po bëjmë një plan kombëtar, e kemi quajtur Agenda për Fëmijët 2020, që do të përmbaj të gjitha ato gjëra që ne duam që qeveria të bëjë për fëmijët në 5 vitet e ardhshme dhe po integrojmë dhe këtë komponent. Pra, komponentin ne kemi quajtur e qyteteve miqësore për fëmijët. Si të duket ky emri, Lura? Qytet miqësor për fëmijët. Një qytet që të jetë mik i fëmijës, pra që të jetë shumë i bukur. Të pëlqen, ë? Shumë. Okej, më bëhet qefi që të pëlqen. Edhe mua më pëlqen shumë, po shpresoj që t'ishte i kuptueshëm dhe nga fëmijët vetë. Dhe gjithë qëllimi i këtij konceptit një qytet mik i fëmijëve është pikërisht e para që t'u dëgjohet që në zëri, pra t'u merret mendimi i fëmijëve se si duhet jetë qyteti i tyre. Dhe dyta që të futen pikërisht disa politika, disa ndërhyrje në nivel bashkie,
që ta kthejnë qytetin që nga vijat e bardha, që nga hapësirat e gjelbërta, gjëra të vogla, por që në fakt kanë impakt tek jeta e fëmijëve. Kështu që më vjen mirë pra që Lura e solli si temë, pasi edhe ne si institucione e kemi në vëmendje këtë temë, dhe madje në gjatë publicitetit edhe me kryetarën e Bashkisë Ura Vajgurore, po diskutonim që ta bëjmë një bisedë apo një digjes të tillë me fëmijët në bashkinë tuaj. Po patjetër. Do ishte mirë në çdo bashki. Në çdo bashki dhe Bashkia Ura Vajgurore mund të jetë e dyta mbas asaj të Tiranës për të implementuar. Për të përfshirë, do thoya, fëmijët në këtë proces. Mirë. Pas ka lajme të mira, mund të rregullojnë gjërat, shpreson ti që do rregullohen këto gjërat? Shpresoj dhe lutem. A vërtet? Që të kesh një qytet miqësor. Megjithatë ti e kalon një shumë mirë këtë pjesën e stresit. E ku ishte ajo ideja për të kaluar stresin ashtu duke kënduar një këngë? Atëherë, këtë ide e bëm unë dhe baba im, se kjo kënga njëherë na jepte pak magji që na hiqte trafikun, nda e bëm, edhe thoshim çdo ditë. Po, këtë tekstin e këngës kush e krijoi? Ti bashkë me babin? Po. Një frazë ti, një frazë babi, bëtë edhe ato që të shkonte të kishte rim vargu në varg? Melodinë e morëm nga Tezja, kurse këngën e bëm ne vetë. Dhe atë ditë që ti udhëtoje me mami në makinë, ja propozove edhe mamit që ta këndonit bashkë të këngën. E mësoj dhe mami këngën? Nuk e di, shpresoj ta mësoj. Sepse ajo, sa filloni këndoni ju, trafiku lirohet si me magji. Si me magji, lirohet. Si e të ditë. Si kur tjetë një kështu një bil-bil polici, ajo kënga juaj. Po, fiksa ashtu. Desli, shumë e veçantë se nga që e ka dhe emrin Lura dhe më duket se janë e frymëzuar nga këto liçenet e Lurës, që ka vetëm gjelbërim, pastërti, gjëra kështu edhe do të ta bësh edhe shoqërinë kaq të mirë. Është shumë e veçantë në fakt, po vërtet qytetet e mëdha, por jo vetëm, janë qytete jo miqësore për fëmijët, për të rinjt, ka më pak hapësira të gjelbërta, më pak hapësira ku të luar, siç ishte hapësira përballë pallatit tënd që s'kishe kur luaja dhe ishe e mërzitur, por edhe trafiku gjithashtu. Por ama mendoj se qofse mami dhe babi jo nuk do ta përdorin me makinën, po do merrnin biçikletën për të dërguar në ndonjë vend, dhe ti të merrje biçikletën tënde, ka atë korsi që ka krijuar Bashkia e Tiranës për të përdorur biçikleta, besoj se nuk do lodhesh fare nga trafiku dhe do ishe më i qetë. Si mendon? Po. Këtë dhe ishte shumë e bukur. Por jo gjithmonë. Ti japësh biçikletës? Po, diti. Okej, shumë mirë. Një fëmijë si Lura ditë jap jo vetëm biçikletës, në teta Desli. Edhe makinën ka për ta mësuar shumë shpejt. Po makinës kemi që duam, se më shumë krijojmë kaos me atë makinë. Po, është vërtet. Po mirë, kur janë distancat e larta do përdorrim dhe makinën, Patjetër. Po them që për të dërguar në shkollë Lurën, Lura mund të marrë biçikletën e saj dhe të shkojnë në shkollë me biçikletë. Si mendon? Apo e ke larg shkollën? Jo, aty te bloku është, po. Një çik larg është. Po di cila gjë më e bukur që mua më bëri përshtypje te projekti i Lurës. Ajo e fillonte nga lagja e vet, atje ku i kishte mundësitë, të paktën, domethënë që mund të luante diku e sigurt, kishte edhe pak gjelbërim, por u nis nga kjo dhe nuk sa bukur jam unë, olum si unë, sa mirë unë, por tha te pallati përballë, te lagja përballë, fëmijët, shoqet dhe shokët e saj nuk i kanë këto hapësira. Pra shiko se sa të mirë, sa zemër mirë janë fëmijët e Angramit, vinë këtu dhe apelojnë për bashkëshortarët e tyre. Edhe në qoftë se diçka nuk ju mungon atyre vet, ata apelojnë për ata që ju mungon ajo diçka që ata e kanë. Është e vërtet? Po, shumë e vërtet. I do shumë shoqet dhe shokët? Jashtëzakonisht. Jashtëzakonisht. Po pse kaq shumë? Po, pa ato ama nuk mund të rri dot. Ashtu, e ke të rëndësishme këtë jetën sociale, bashkëveprimin e lojrave të mësimeve me shokët dhe shoqet. Po. Edhe unë duhet falenderoj dhe ato shoqet që në ndihmuan që realizuam materialin të në filmi, kishin shumë të mira dhe ato. Po. I ke shoqet ngushta, i ke në klasë, apo atje në lagje? I kam lagje dhe i kam shumë shoqet ngushta. Që të bësh kur ti? Që në fëmijëri kisha. Që në fëmijëri, po se tash je bërë gocaritur, je bërë e madhe. Që në fëmijëri dhe të Lura. E vogël. Po. Që kur ke qenë e vogël, pra se tash je bërë e madhe, po them. E do vazhdosh ti kesh gjithmonë shoqe. Gjithmonë. Bukur.
Që do bësh kur të rritesh ti, se s'më the? Unë dua të bëj shkencëtare. Shkencëtare? Atëherë ti do zbulosh se... Sa grimca pluri kanë... Ti do shpikësh atë që tani e quan magji që je vogël dhe më vonë ne do shohim që do pastrohet ajri si me magji, sepse një shkencëtare me emrin Lura, që ka qenë pjesëmarrëse në Tangram, e ka gjetur zgjidhjen, na ka pastruar ajrin. Ke qenë kështu? Shumë. Dhe sa të lumtur do jemi ne që e kemi pasur Lurën këtu dhe pastaj do kemi që këtë vajzë kemi pasur ku ka qenë e vogël dhe ka thënë që do bëjmë shkencëtare dhe tani e ka gjetur çelësin magjik për të ta larguar të gjithë kaosin që gjendet në qytetet tona. Po. Tangrami e la Lurën si embëlsirën për në fund. Dhe ishte tamam një apel për njësitë e pushtetit vendor. Është një apel që i bëhet edhe bashkisurave gurore, por problematika atje është më ndryshe, trafiku mbase s'është një problem, por problemet janë pafund dhe aty një bashki që s'ka pas asete apo territore ku fëmijët të luajnë. Ne me projektin dhe falë mbështetjes së programit rilindjes urbane kemi krijuar tashmë ambiente për fëmijët tanë, me përfundimin e fazës 2 të projektit të mbrojtjes së qytetit nga përmbytja dhe rehabilitimit urban të zonës aty, do të krijojmë kënde lojrash për fëmijë, do të kemi fusha sporti, përfundon edhe projekti i fushës sportit ku do të angazhohen të rinjt e gjithë bashkisë, kemi krijuar dhe ekipet për grup mosha të ndryshme të teritorit të bashkisë sonë. Do të thënë ju po e bëni vendin atraktiv edhe për ne që jemi në Tiranë, që mund të vim edhe për turista ndoshta, Jemi duke implementuar projekte të përfunduar, por gjithsesi është një projekt shumë interesant dhe këtë apel e fëmijëve për pjesën e bashkisë sonë e kemi ezauruar. Problemet janë pafund, ashtu siç tha Lura për ndotjen e mjedisit, ne jemi një nga bashkitë që kemi karriera guri në teritorin e bashkisë sonë dhe ndotja është një problem shumë i domosdoshëm. Vërtet që ne ushtrimin e përgjegjësive tona e bëjmë mbështetje të kuadrit ligjor që është në fuqi. Ka disa raste ku këto pushtete ose fusha përgjegjësisë ndërthuren me pushtetin qendror. Në rastin e luftës kundër ndotjes së mjedisit, vërtet nuk kemi kompetencat e duhura në mënyrë që ta bëjmë cilësinë e jetës aty më të jetueshëm. Ndaj dhe unë i bëj një apel qeverisë për ndryshime në legjislacion në mënyrë që ne t'i ofrojmë gjithë banorëve tanë një qytet miqësor, më të pastër, më miqësor, më të dashur për të gjithë. Faleminderit. U ndjeve mirë? Shumë mirë. Ç'mendon për dy shoqet që kishe në panel, edhe shokun Fationin, ishin më të rritur se ty, sigurisht trajtuan tematika goxha të vështira, por dhe kjo e jotja si ishte pak. Domethënë, ti shkoj kështu publikisht nga një fëmijë, një lutje, dikujt ose shumë kujt që kanë dorë t'i bëj këto të mira, nuk është pak apo jo. Hajde edhe një lutemi bashkë këtu. Ju lutem, na i bëni Shqipërinë më të mirë. Uja u kështu te kamera sa ti na afrohet në xhaxhi regjizori. Ju lutem, na e bëni Shqipërinë më të mirë, sepse ne fëmijët nuk mund të jetojmë dot kështu. Është shumë e vështirë që ne të jetojmë në një vend shumë të ngushtë, me shumë tym, me pak gjelbërim. Që po se muremi dhe ne pastaj. Jo, po nuk se muremi ne, ç'është kjo? Okej, shpirti. Ullu aty pranë miqve, të bëjmë edhe mbylljen për sot, sepse gjithmonë këtu kalojnë shumë shpejt, minutat nuk kuptohen. Ne arrim të përcjellim tek publiku emocionet edhe lumturinë, madje edhe një Shqipëri të mirë që e ndërtojmë këtu në Tangram. Miqtë e mi, me numrin që keni her pas here në ekran, votoni fëmijët e kësaj jave, kemi Ersela 13, Fation 14, Jerina 15 dhe Lura 16. Kishe diçka Fation? Po, shpejt edhe diçka të fundit, që shkolla jon ka marrë pjesë në ekspozitën e kundër trafikimit të qenieve njerëzore, e organizuar nga Ministria e Brendshme dhe ka fituar çmimin e parë nga një nxënës e shkollës tonë. Kush ja ka dhënë çmimin? Kush ka vendosur për çmimin? Ministri i Brendshëm. Ministri i Brendshëm. Okej. Faleminderit për çmimin e parë, sepse me të vërtet ata e meritojnë. Fationi dhe shokët e tij që me siguri janë kaq të zotë dhe të aftë e kanë merituar atë çmim. Ky ishte miq Tangrami për sot. Falenderoj fëmijët që me mençurinë e tyre të jashtëzakonshme edhe kësaj here mundën të na vënë me shpatulla për muri, e fituan edhe kësaj here sfidën me të rriturit. Falenderoj 3 mikeshat e dashura të panelit të rriturve, gjithashtu prindrit dhe të gjithë miqt që janë sonte me ne në publik, por veçanërisht miqt që na kanë ardhur nga Vlora, do të vijojmë të jemi me Tangramin në të gjithë Shqipërinë. Të gjithë fëmijët në mbar Shqipërinë që duan të marrin pjesë,
ne do t'ju mundësojmë pjesëmarrjen në Tangram. Faleminderit që na ndoqët miq. Qëndroni me Ora News, qëndroni me emocionet tona. Natë mirë. Mirupafshim. Këtë të kamira shpejt.